Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për 2 të mitur 16 dhe 17 vjeç, pasi më datë 19 mars në lagjen u i ftohtë për motive të dobta kanë kanosur njëri tjetrin me fjalë. Gjatë kontrollit në çantën e 17 vjeçarit u gjet dhe u sekuestrua një thik. Gjithashtu janë referuar materialet dhe është nisur procedimi penal për një të mitur 17 vjeç pasi më datë 19 mars 2025 është konstatuar nga policia me një përforcues grushti në xhep. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin KR, banues në Dërmi, pasi më datë 19 mars dyshohet se për motive të dobta ka thyer me gur xhamin e automjetit në pronësi të një të afërmit të tij. Specialistët e seksionit të qarkullimit rrugor në Sarandë arrestuan në flagrant shtetasit MB 28 vjeçe banuese në Sarandë pasi u konstatua në rrugën Idriz Ali Dhima duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. OL 22 vjeç banues në Sarandë pasi u konstatua në rrugën Onezmi duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi dhe nuk i është bindur urdhrit të punojësit të policisë. KG 29 vjeç banues në Sarandë pasi u konstatua në rrugën Butrinti duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.